Përshëndetje të nderuar miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të nisur sot këtë ditë maraton të komentojmë ngjarjet më të fundit edhe dinamikat që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës. Ju jeni të informuar në fakt, e dini shumë mirë që brenda asaj shtëpie natën e mbrëmshme ka mbërritur një zarf i kuq që është dhënë me urdhër nga vllau i madh që të mos të preket, se në qoftë se banorët edhe nga kurreshtja do ta preknin dhe do ta hapnin zarfin e kuq, atëherë do të kishte ndëshkime të ashpra kundër drejt tyre. Sipas vllaut të madh, u tha që zarfi i kuq do të hapet sonte, por çfarë simbolizon zarfi i kuq në Big Brother? Njëherë të heqim këtë dilemën, pastaj do të thënë të flasim se për kë është ky zarf, çfarë rregull është të thyer dhe çfarë ndëshkimi apo vendimi do të merret për këtë banor ose për disa nga banorët. Tani, zarfi i kuq përdoret për situata ku banorët duhet të marrin një vendim të rëndësishëm pa vonesë. Zarfi i kuq përdoret ose për penalizime ose për ndëshkime. Tani penalizime nuk e besoj që do të ketë sonte, sepse produksionit i interesojnë këto banor, i intereson kjo dinamik, se po t'jetë puna për penalizime nuk do t'i ftonte në këtë kast, por mendoj që do të ketë ndëshkime për disa nga banorët që unë do t'i citoj një për një. Tani shpesh zarfi i kuq sill dënime për shkelje rregullash, humbje privilegjesh ose pasoja për veprime të caktuara. Do të thënë, të qëndrojmë tek pjesa e ndëshkimit, sepse për penalizim ose eliminim të menjëhershëm nga loja është zarfi i zi. Ndryshimet të papritura në lojë, do të thënë zarfi i kuq shërben edhe për këtë pjesën. Mund të përmbajë surpriza që ndryshojnë lojën, si vendime që ndikojnë nominimet, rolet e banorëve apo misione të veçanta. Do të thënë, kjo është një pikpyetje e madhe në fakt se çfarë mund të sjell zarfi i kuq i radhës, dhe pjesa tjetër mund të jetë që zarfi i kuq mund të sjell situata tensioni edhe dram, sepse përmbajtja është zakonisht e rëndësishme në zarfin e kuq kur krijon suspans dhe emocione tek publiku dhe banorët. Në fakt, unë dyshoj që zarfi i kuq ka ardhur me dy mesazhe apo dy ndëshkime për banorët brenda asaj shtëpie. Ndoshta mund të jetë për Edin, sepse Edi në verandë tha një fjalë që e nxori shumë keq Big Brother VIP Kosovën, dhe biseda që Edi bënte duke mos e patur mendjen që kamerat filmojnë, gjithmonë më thënë duhet bazuar që banorët ikin nga kjo ideja që filmojnë kamerat, kamerat janë si për kokës tonë. Edi tha që uji në Big Brother që ne e pim, do me thënë shishet me ujë, janë që në gusht të 2025, do me thënë janë me afat të skaduar, është një, dhe e dyta që mund të ndëshkohet një banor brenda asaj shtëpie, është Labinot Rexha, duke ditur se sa ka krijuar dinamik jashtë, edhe se sa komentohet jashtë, edhe se sa flitet për të jashtë, për mënyrën se si ai ka përzgjedhur lojën, për mënyrën se si ai ka përdorur informacionin nga jashtë brenda shtëpisë, që me sa e di unë është një rregull kyç në kontratën që banorët nënshkruajnë për të qenë pjesë e kastit të Big Brotherit. Mendoj që këto dy situata mund të çojnë banorët në zarf të kuq, por mund të jetë edhe ana sjelltas që vllau i madh, duke e parë që në shtëpi akoma po bëhet luftë edhe nuk po ndahen dy polet e shtëpisë, domethënë nuk po ndahen dy anët e shtëpisë, mund të merr një vendim për ndryshim krejtësisht të lojës që ta bën lojën edhe më interesante dhe më dinamike, sepse përpos që banorët grinden, luftojnë me njëri tjetrin, nuk po krijojnë polet shtëpisë, domethënë nuk po krijojnë këto dy liderat që do ta çojnë luftën e tyre deri në natën e finales, ashtu siç ka, domethënë ashtu siç ka qenë rregull në të gjitha Big Brotherat e mëhershëm. Është kjo pikpyetja se çfarë mund të ndodhën sonte, domethënë zarfi i kuq nuk është një eliminim, por është një ndëshkim. Është një mesazh, është një dënim ndoshta për një apo disa banor që sonte mund të marrin brenda asaj shtëpie, ose mund të transferohen në një shtëpi kapsul që e ka bërë realisht vllau i madh, edhe për gjuhën e përdorur mund të flenë të dy me një krevat, për shembull Edi dhe Labi, edhe shumë gjëra të tjera që janë komentuar jashtëzakonisht shumë jashtë.
Përflitet që edhe sonte do të ketë një hyrje të re, nuk e besoj që do të ketë një hyrje të re sonte, për faktin sepse hyrja e re ishte dhe sonte pritet që të rikthehet dhe të rihyt Dolce në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës, dhe domethënë ajo e gjitha që do të ndodhen sonte është një zarf i kuq, një surprizë për një nga banorët dhe më pas është surpriza e madhe për Edin, rikthimi i Dolces brenda asaj shtëpie. Kjo është analiza ime sa i përket zarfit kuq, që në asnjë mënyrë nuk do të ketë një eliminim. Dua të marr mendimin tuaj.